Një operacion i madh policor në ishullin e Kretës ka rikthyer sërish në vëmendje skandalin e fondeve IPARD dhe kontrastin e fortë mes mënyrës se si veprojnë shtetet e rajonit dhe heshtjes që vijon nga Shqipëria. Policia greke arrestoi këtë të hënë 20 persona, pasi autoritetet zbuluan një rrjet kriminal që dyshohet se ka përvetësuar mbi 3 milionë euro subvencione bujqësore të Bashkimit Evropian gjatë 7 viteve të fundit. Në mesin e të arrestuarve janë kontabilist, fermer dhe një nën punës civil, të cilët dyshohet se falsifikonin deklarimet për toka bujqësore për të përfituar padrejtësisht fondet e BE-s. Operacioni vjen pas hetimeve në Prokurorinë Publike Evropiane dhe konsiderohet vetëm një pjesë e skandalit që ka tronditur Greqinë. Më herët 10 fermer dhe zyrtar grek janë vënë nën hetim për falsifikim dokumentesh dhe mashtrim me fondet evropiane, ndërsa Parlamenti grek ka hequr edhe imunitetin e 13 deputetëve të mazhorancës për t'i hapur rrugë ndjekjes penale. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka kërkuar publikisht për shpejtimin e hetimeve dhe ngritjen e akuzave. Ndërkohë në Shqipëri situata mbetet krejt tjetër, edhe pse prej vitesh Brukseli ka ngritur alarmin për abuzime me fondet e IPARD. Deri më sot nuk ka asnjë zyrtar të arrestuar dhe asnjë akuzë konkrete të ngritur nga SPAK për dosjen që çoi në bllokimin e fondeve për fermerët shqiptar. Në qershor të vitit 2021, Zyra Europiane kundër mashtrimit, OLAF, i dorëzoi SPAK-ut një kallëzim penal dhe një raport zyrtar për abuzime masive me fondet IPARD 2. Në qendër të akuzave ishte ish-ministri e bujqësisë dhe ish-drejtoresha e ZBR-s, Frida Krifca. Sipas denoncimeve dhe hetimeve paraprake, fondet e destinuara për fermerët shqiptar dyshohet se ishin shpërndarë në mënyrë abuzive dhe në kundërshtim me kriteret e Bashkimit Evropian, por në vend që të kishte pasoja politike apo penale, Frida Krifca u promovua nga kryeministri Edi Rama në postë ministror, një lëvizje që aso kohë shkaktoi reagime të forta në Bruksel. Prej afro 5 vitesh, dosja IPARD në Shqipëri vijon ende në fazë hetimesh paraprake. Vetë Krifca dhe disa ish zyrtar janë marrë në pyetje, por deri tani SPAK nuk ka dalë me asnjë përgjegjësi konkrete. Ndërsa fondet IPARD vijojnë të mbeten të bllokuara. Pasojat i vuajnë fermerët shqiptar. Ministria e Bujqësisë hapi këtë të hënë aplikimet për skemën kombëtare me një fond prej 5.2 miliard lekësh, ndërsa ministri Andis Salla deklaroi se vetëm në orët e para kishte mbi 5.000 aplikime, por ndryshe nga skemat kombëtare për programin IPARD 3, ende nuk ka asnjë afat konkret se kur fondet europiane do të zhbllokohen për Shqipërinë. Kemi bërë të gjitha detyrat e shtëpisë dhe kemi çuar të gjithë dokumentacionin. Mbetet në vlerësimin e Komisionit Evropian për të hecur në një hap tjetër në IPARD 3, tha sot Salla. Megjithatë, fakti që Bashkimi Evropian ende nuk i ka rikthyer fondet për Shqipërinë shihet si tregues i mungesës së besimit ndaj institucioneve shqiptare dhe mungesës së ndëshkimit për skandalin e IPARD-it, ndërsa Greqia arreston, Maqedonia e Veriut dënon me burg zyrtar dhe konfiskon para. Shqipëria mbetet i vetmi vend në rajon ku dosja e fondeve të BE-s vijon pa autor dhe pa përgjegjës.